Bushat? Tani shumë shkurt për temën që... Tani të gjithë shkurt të fillojmë të përgjigemi shkurt. Për temën që hape ti fillimisht, se për këtë tjetën do flasë që gjatë, se u argju gjysore. Pra, si po e përballon Rama këtë? Bolt të kapësh fjalë të Ramës, që ka thënë ditën e parë, që ka thënë sot? I pres të negocioj, unë s'negocioj kur me këta. Shtroj pyetjen, doni të tërhiqemi nga projekti, pastaj tha nga projekti nuk tërhiqemi kur. Filloj të merret edhe me Mustafa Nanon gjeti ko për replik, edhe me gjithë blogeret gjeti ko. Është njeri lujtmenç. Pse është njeri lujtmenç? Se ka 5 vjet ditëziu që harton një plan si t'i bëj gojore dhëndrit Trumpit. Dhe ditën që po e finalizonte, i prishet e gjitha. Tani, iku e para. E dyta, Batoni odhi tezë, që nuk është se tezë që nuk qarkullon. Unë nuk e besoj tezën e Batonit që kjo mund tjetë nxitur nga Amerika. Po leta marim si hipotezë fillimisht dhe ta pranojmë. Po, kjo mund tjetë nxitur dhe nga demokratët, mund tjetë nxitur dhe nga shërbimet amerikane, që thonë, sa do karabushta kemi dhëndrin, ne nuk mund ta lëm familjen e presidentit bëhet ortak me një narkotrafikant. Pra, gjitha hipotezat janë. Tani, marim hipotezën që thot Batoni, që këtë po e bën kasta e vjetër, po e bën demokratët e rënë nga pushteti. Po të isha unë një sorosist dhe një demokrat, që ta di që atë karafilin që kemi në Tiranë, e kam marë, e kam quar në CNN, kur më duhej si zarti binte Donald Trumpit. Pra, një vegël qorrej që e kam përdorur unë si demokrat për interesat e mia të flasin CNN si kryeministri i Shqipërisë. Do toleroja unë që ky që kanë trajtu si legend para 10 vjetësh. Po tani, Bushat, po na respektohen e tjerë, qofse do ke media tjera, dil, shaj, bëj, plus... Do t'i heq këtë. Ky që unë e kam trajtuar si legend, po mirë pas se ka trajtu si legend, është kryeministri i Shqipërisë, është kryeministri, ti mund të kesh çfarë do opinion të duash, po është kryeministri i Shqipërisë. Është kryeministri i gjithë shqiptarëve, të kryeministri jo. E kalon cakun, e kalon cakun, nuk ka kaluar cakun. Unë jam atë që tha Batoni që të arrijë që të negociojë dhe të sjellë familjen Trump. Jo vetëm ato. Familja Trump janë me fonde të sjella nga një konglomerat njerëzisht të pasur të botës. Unë tani dëgjova gjysore teori konspirative, tani ta mbaroj unë për çfarë them unë i mbaj përgjegjësi fjalët vet. Kemi jantatë bjerë e dëgjoj. Ju keni ama që vë gjoba, ju keni polici, ju keni spak, keni gjitha. Po shkel unë, atëre m'let flas. Pra, ky kokra legenit që e marret për ta përdorur. Të vazhdojmë bisedën se do bëjmë emisionin apo. Po hiqi atë fjalë burse nuk e ndihmon bisedën. Po jo më ti ke. Nuk ka drejtë emision. E di sa nervozohem unë. Po mi më nervozizm, të ngodh dhembët njerë dhe... Dëgjo, kur thot Batoni që ata ndosin ambient... Por e nervozot e presi, po se përdora asë njëra të fjallë. Mos e keq përdora. Mos e keq përdora. Mos e se unë nuk e thash ashtu. Tani, nuk thash ashtu. Ambientalistët po të analizojnë thash. Edhe po të jetë. Mas ashtu, se s'ka nuk edhe po të jetë një dorë të cilës Rama i ka dhënë mundësin si kryeministri Shqipërisë të instrumentalizojnë postin e kryeministit Shqipërisë për ta futur në betejë ndërkombëtare, atëherë kundër reagimi do jetë po i njëjtë. Dhe faji nuk është i demokratëve apo i sorosistëve që tentojnë të bëjnë kudo luftrat e tyre. Faji është i pushtetarëve tanë në këtë rast që pranojnë të bëhen vegla dhe legendë këto lojra. Dhe po hyre në këto lojra, do marrësht njërët të në kundër përgjigje. Se pyetja është, a duan një lloj kaste në Amerikë, media si CNN, si çfarë doni ju, New York Timesi, të kenë, si që thot Batoni, në përbot laboratore për testuar antitrampizmin? Po pse në këtë glob të madh zgjodhen këtë Shqipërinë e vogël? Se është emri familjes Trump. Sepse
Po si erdhi emri i familjes Trump këtu? Me shumë negociata. Dhe këtu hym pastaj te tema që hapën fillim. Po pse si jep të përgjigjen se ti e di? Jo pse në këto vende. Si në Gaza do në ndërtonte Kushneri gjithë Gazën, pasi e rëzruan në tokë, si këtu. Dhe të njëjtë që do të bëj dhe aty, ai mentalitetet këtu. Pra, jepi dhe përgjigjen. Në qoftë se Kushneri vinte dhe Zvërneci ishte një zonë që plani urbanistik i Vlorës i bërë para 10 vjetësh e kishte parashikuar për rezort, unë do isha okej, se do vinte si një i mirë se ardhur. Në qoftë se për Kushnerin nuk ndroi ligji i zonave të mbrojtura, unë prap do isha okej, se shi mirë se ardhur. Por, kur Kushnerin vjen me ndryshim ligjesh, me tela me gjëmba, me bodyguard, atëhere tregon që ai nuk vjen si investitor. Ai vjen si lobist të cilit i shesim toka Shqipërie për të mbyllur sapet e Edi Ramës. Dhe kur hyn në këtë luftë dhe kundërgoditja do jetë e këtyre për masave dhe unë këtu mbarova. Pra, unë realisht herë dhe herë kërkoj nga ju si drejtues e emisionit që nuk është e udhës. Edhe kur ta keni Edi Ramën përballë, mund të thoni çfarë doni, nuk është njëri që se pranon debatin me ju, e ka pranuar gjithmonë. Është shumë kollaj që nga liria që ka media në Shqipëri, ne ta transformojmë bisedë. Me do t'i kthehemi bisedës së vërtet. Edhe asaj bisede që qytetarët ka nevojë të dëgjojnë. Nuk është as pak e vërtet që familja Trump vjen në Tiranë se përfitoni tokë e cila s'ishte për investim. Nuk është kështu. Familja Trump vjen në Tiranë, mbasi 10 vjetë Shqipëria është transformuar në një potencial zhvillimi turistik. Nuk është të para Trumpit, familja Trump që shkelën në Tiranë. Ata janë të 12 milion e 2. Kanë shkelur 12 milion të tjerë turistë tua në Shqipëri. Është bërë Shqipëria destinacion turistik. Është krijuar në Shqipëri stabiliteti i nevojshëm për të investuar. Është krijuar në Shqipëri klima e nevojshme për të investuar. Është krijuar në Shqipëri dhe fakt që Shqipëria është një projekt stabiliteti në rajonin tonë. Është fakt që Shqipëria është në këtë zonë të Evropës juglindore shteti më i konsoliduar. Është fakt që në Shqipëri ka pasur sukses investimet më minor në fushën e turizmit dhe unë kam qenë në këtë detyrë. Në 2017 kur unë fillova detyrën, nuk ishte asnjë hotel me 5 yje brandit në Shqipëri. Po ju them, nga zona e Palasis deri në fund në Saran mund të jenë me 10 tashmë hotelet brandit, të cilat po investojnë në Shqipëri, po marrin emra nga më të fortë në botë. Pa është krijuar kjo frymë të cilën vinë investitorë të këtij kalibri.